Në shtëpinë më të famshme në Shqipëri këtë edicion, ajo ka qenë një personazh mjaft i lakuar në mediat sociale, po flasim për Egli Takon, ku me karakterin e saj të fortë fitoi shumë fanca. Ajo mori më shumë vëmendje me dashurinë që tregoi për gjestin brenda shtëpisë së famshme, por që pas përfundimit të spektaklit, ku gjesti doli si fitues, ata nuk janë parë bashkë në asnjë moment. Fancat kanë vënë re diçka të pazakontë te Egli Tako, ku duket se pas daljes nga shtëpia më e famshme, ajo ka vendosur të bëjë disa ndryshime tek vetja. Pas rregullimit të vetullave, një gjë tjetër ra në syrin e publikut që nuk i shpëton asgjë. Duke krahasuar paraqitjet sa ishte në reality show dhe pas daljes, vëret që ajo ka bërë ndërhyrje edhe tek gjoksi. Egli Tako duket më shpërthyese, ku nuk kanë munguar as komentet e ndjekësve në paraqitjet e fundit, e cila duket krejt flak. Siç e thamë dhe më lart, marrëdhënia e saj me gjestin ende nuk dihet se si është, sepse asnjë nga ata të dy nuk ka dalë për të konfirmuar ndarjen ose vazhdimin e lidhjes.